Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara do të drejtojnë Venezuelën derisa të ndodhë një tranzicion i duhur. Ne do të drejtojmë vendin deri në kohën kur mund të bëjmë një tranzicion të sigurt, të duhur dhe të mençur, tha ai. Presidenti Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara janë gati për të organizuar një sulm të dytë dhe shumë më të madh ndaj vendit nëse është e nevojshme. Ai tha fillimisht ishin përgatitur të bënin një valë të dytë dhe kishin supozuar se do të ishte e nevojshme, por duke pasur parasysh suksesin e sulmit, ndoshta tani nuk do të jetë kështu. Pra nuk duam të përfshihemi në ndërhyrjen e dikujt tjetër dhe kemi të njëjtën situatë që kemi pasur për periudhën gjatë viteve të fundit. Pra, ne do ta drejtojmë vendin deri në kohën kur mund të bëjmë një tranzicion të sigurt, të duhur dhe të mençur, theksoi Trump. Në tranzicionin në Venezuelë tek parajmërimet për Kolumbinë dhe Kubën, 5 pikat kryesore të konferencës së Trumpit pas kapjes së Maduros. Presidenti Amerikan Donald Trump pati një konferencë për mediat ku dha detaje mbi sulmin e Shtetit e Bashkuara ndaj Venezuelës dhe rrjedhën e operacionit që çoi në arrestimin e Maduros. Sipas mediave të huaja, gjatë fjalës së tij Trump parajmëroi Kubën dhe Kolumbinë për përfshirjen e tyre në aktivitete kriminale në rajon. Ai akuzoi liderin kolumbian Gustavo Petro për prodhimin e kokainës dhe kërkoi qeverive të dy vendeve të jenë të kujdesshme. Trump theksoi se qëllimi është krijohet stabilitet në rajon dhe të rivendoset pushteti amerikan në hemisferën perëndimore. Marco Rubio tha se qeveria komuniste kubane gjithashtu duhet të jetë e shqetësuar.